Përshëndetje. Ka martesa që shkatërrohen për tradhti, por ka dhe martesa që bien nga lodhja e jetës së përditshme. Por ka dhe martesa që mbarojnë për financa në dorën e vjerës. Nuk është ndonjë rastësi që parat janë ndër shkaqet kryesore të divorcit në shumicën e vendeve të botës. Nuk jemi të vetmi. Por kur në këtë ekuacion futet dhe një vjerë që kontrollon çdo lek që hyn dhe që del nga xhepi i përbashkët, drama kthehet në një telenovel ballkanike. Parat na i mban vjera, tha një grua, me sy të përlotur, me zërin që i dridhej edhe me inat. Ajo nuk na lejon madje edhe të festojmë një ditëlindje, por vetëm nëse i pëlqen dhurata, për nipin e saj, atëherë na lejon. Në supermarket shkoj me lista aprovuar nga ajo. Dhe detergjentin e enve ma ndërron ajo dhe shkon vetë në pazare për të marrë atë që duhet. E ndërsa fliste kjo zonjë, shikoja që ajo ishte gati të shpërthente në një krizë nervore. Dhe këtë e bënte pas 13 vitesh martesë. Atë që duhet të them është kjo se kur vjera bëhet menaxhere e financave pa ja kërkuar njeri. Zonja vazhdoi të më tregonte se në fillim ne na dukej si ndihmë ajo që po bënte mamaja e burrit, vjera. Dhe ajo nuk ishte ndonjë përvojë kush e di se çfarë në këtë punë. Dhe nuk se dinte çmimet e tregut që do na kursente ose të vendosim një rend familjar. Por si çdo ndihmë që zgjat shumë, ajo filloi u kthye në mbikëqyrje. Fillimisht filluan me faturat, të dritave, të ujit, filluan pyetjet pse kaq shumë, pse kaq pak, pse bleve kaq shumë djathtë, pse bleve kaq shumë rrush, pse kush i ka këto shishe me verë këtë javë, kush e piu këtë birë, ç'është kjo, do shkoni me fundjavë në Pogradec, për gjithçka. Pastaj ajo u bë si banka e vetme e familjes. Të gjitha rrogat kalonin në llogarinë e saj për të administruar mirë financat. Nuk guxoja të blija edhe një fustan për vete time, një bluzë që unë doja. Shumë gra e vuajnë këtë kontroll të padukshëm, sepse kur nuk ke kontroll mbi parat, nuk ke kontroll dhe mbi zgjedhjet, as dhe mbi lirinë tënde. Dhe është absurde që pas më shumë se një dekade në martesë, një çift si ky që po flasim, portofolin e përbashkët ta ketë vjera, sepse ajo është ministra e financave. E pa emëruar nga askush, por ajo e bën. Sepse do dhe burri, sigurisht. Këtu kemi të bëjmë dhe me mitin e mbarësisë ekonomike familjare. Në shumë familje shqiptare ende mbizotëron miti se prindrit e burrit, përgjithsisht vjera, e din më mirë si mbajnë parat, se ato kanë më përvojë, se nuk e lën djalin të vuaj dhe të heqë keq, ose kanë hallin mos mbetet ndonjë lek në shtëpi sepse po të jetë nusja i harxhon të gjitha. Realisht, është një formë moderne e kontrollit që vjen nga frika, kultura patriarkale dhe mungesa e besimit ndaj vajzës së re që hyn në shtëpi. Ndërkohë burri, ai që shpesh është kapur mes nënës dhe gruas, i shkretit burr, i shkretit djalë, zakonisht zgjedh rrugën më të sigurt. Hesht. Ai justifikon të dyja dhe i thot gruas, mos u mërzit, për të mirën tonë është. Dhe nënës i thot, ti e kupton më mirë gjërat. Ndaj si të duash, bëj si të duash. Ne mjafton që punojmë të kemi ty. Por ky pozicion neutral është i rem. Në fakt ai është bërë bashkëpunëtor në një sistem ku gruaja ndihet si e ftuar në martesën e vet, pavarësisht se punon gjithë ditën dhe ajo. Të jap një shembull të thjeshtë, po quajmë Adela dhe Iliri, po vëm dy emra. Adela dhe Iliri ishin një çift i zakonshëm me 2 fëmijë, një punë në shtet, me kredi për shtëpi e të tjera. Por çdo muaj Iliri çonte rrogën te nëna. Ajo i ndan më mirë se unë, di të bëj llogari më mirë. Adela filloi të ndjej sikur ishte me qiratje në jetën e vet. Unë punoj gjithë ditën për çdo gjë dhe unë pyes vjerën, mund të blej çarapja, mund të blej kanatiere? Mund të çoj fëmijët në kinema apo teatrin e kukullave? Mund të vëm një fundjavë në Durrës apo diku tjetër? Edhe kur ajo kërkoi që të kishte një kartë debiti, dhe të kishte akses dhe në llogari bashkë me të shoqin, i shoqi u acerua. Pse s'më besonte më? Ç'të duhen ty parat? Dhe në atë moment ajo kuptoi se ishte martuar me një burr që i përkiste më shumë nënës se sa era asaj vet.
por këtu ka dhe një, si thua, një ironi të kontrollit. Kursimi për të kursyer veten. Ka gra që bëhen xheloze për burrat se mos ata shkojnë me femra të tjera. Por në Shqipëri ka gra që bëhen xheloze për nënat e burrave. Kur burri jep para gruas, ajo e ndjen si një favor. Kur ja jep nënës, është detyrim. Por si mund të funksionojë një martesë kur vendimet e mëdha financiare kalojnë përmes një pale të tretë? Dhe më keq akoma, një palë që jo vetëm nuk flen në krevat, por shpesh lë të blihet as krevat, pa provimin e saj. Ironia është se shumë nga këto vjera nuk janë as pak keqdashse. Ato besojnë se po bëjnë gjën më të duhur, por në thelb ky kontroll dashurie është forma më e sofistikuar e mbajtjes së pushtetit mbi jetën e të tjerëve. Pra, nga ekonomi familjare kthehet në një ekonomi të dëshpëruar. Më e dhimbshme është kur çifti arrin në pikë që të mendojë divorcin, ndarjen, jo nga mungesa e dashurisë, por sepse s'kan më dinjitet financiar. Nuk është paraja që shkatërron martesën, është mënyra si ajo përdoret për të nënshtruar, kontrolluar dhe fshirë kufijtë e respektit. Por vjen një çast kur divorci bëhet liria financiare. E trishta është se disa gra, kur ndihen për herë të parë të lira, kanë më pak lek si fillim, por ndihen më të qeta. Tani blej atë që dua. Askush më pyet ku shkuan parat. Tani blej dhe atë shampon që dua, më tha një grua që kishte 15 vjet e martuar. Kjo është shenja më e qartë se kontrolli financiar është një formë dhune e padukshme. E çfarë mund të bëjë çifti në këtë rast? Të ketë një llogari të përbashkët të menaxhuar nga të dy, që mos ta di mamaja. Të ndaj buxhetin me transparencë pa përfshirë familjar të jashtëm. Të flasë i hapur për ndjesitë e kontrollit, sidomos kur vin dhe futet një tret në mes. Të vendosi kufi me familjen e zgjeruar, respekt po, kontroll jo. Të ndihmoj prindrit vetëm nëse ka nevojë, jo se është zakon. Sepse në fund të ditës martesa është për partneritet. Dhe s'ka partneritet pa ndarje të barabartë të burimeve, respektit dhe paras. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.